Kur jam shku, konkurenca ka qenë e hatashme, diçka 30 lojtar, secili më i mirë se tjetri, po ne ishim kushtet shumë të vështira në Mitrovic, ishte qyteti ndam pa shtëpi, do të thonë shtëpinë e kishim pjesën veriore, edhe mu deshte me studiu, vitin e parë e kalova, studim nuk më pranun, edhe pse isha i pjesës veriore së më pranun në konvikt, fleja të shokt, edhe pse lojtar, do më thonë profesionist, fleja në konvikt, do më thonë një krevat i këthym për zjoni edhe shokët e Mitrovicës, do më thonë i Zeti, Lavdimi, Bujarbegu, ata e bonit ma pa mund shumë që unë me qenë pjesë aty hyt për me flajt, se ka i herë lodhja ishte dhe fakulteti ka qenë i vështirë edhe kështu që po normal. Me kalimin e kohës e pash që gjithçka është të rregull, me ndihmën e bashkëtojtarëve kanë qenë të vjetër, kanë qenë plot hyje, po prap se prap unë arrita që... Se ke diskutuar pjesën e sakrificës, atë pjesën e konkurrencës? Nuk e pas qare, për ndryshe e premtja ka qenë dita për shembull kur të vendoste letra në tabel. Atëre veç shkoja aty dhe shikoja jenë 18. Po flas për kohën kur ka qenë. Do të thonë ethet e së premtës. Çish kanë qenë edhe të premtës hera e parë, kur e ke po veten që keme qenë? Ja, po zi se kush ka luaj futboll e din se gjatë përgatitjeve të din ku je. Po ta. Nëse përgatitjet ecin mirë, nuk ka problem pastaj. Po këta unë edhe isha njohshëm për shkak se ndoshta ndër talentet që u shpërmend. Ka qenë ndeshja minatorë të Tënon Prishtina ku ne triumfojmë 0-1, edhe mu më jepet Novka Krojfi Mitrovicës nga dy gazetarët e mirënjohur Agja Besim Kajtazi edhe ata dy më dhanë atë Novkën edhe nesit unë hapi gazetën 0-1 për kështu e shoh vetën me Sheremet Jusufin aty edhe Krojfi Mitrovicës majtas me top. Sa e fukur gje, Krojfi Mitrovicës. Krojfi Mitrovicës, para më nëmë kanë gjasu, për i këton atymve lojtarëve në mesin, Besnikolari anë tjetër, ishin lojtarë të asin, unë Elvisi, më thonë, ka qenë Sejdon Bash, ish për i të në Fetahu, ka pas lojtarë dy ondë, na i kemi qenë shumë tri, në triumfum atje, në Verja Shari, triumfum 0-1, ndoshta me fat, se Fadil Berisha e kap topin me dorë, edhe thot qabre faul, ai penalti 0-1, po në vërtet një ndeshje ka qenë shumë e mirë edhe